إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله falenderimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelalu. Ata falenderojnë për ti ndihmë dhe falje kërkojnë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut një I vetëm pa shok. Si dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I tij. Paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të. Mbi familjen e tij të nderuar, shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe jo motra, kini frikë Allahut. Ati frikësojni si që meriton. Allahu I madhruar në drejtohet shpeshherë në Kur'an dhe nafton: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, frikësojni Allahut denjësisht dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Të nderuar besimtarë, shoqëria jonë sot po përballet me plagë të rënda sociale, që godasin veçanërisht rinin, por jo vetëm. Dembelizmi, lakmia, përfitim të shpejt, droga, alkooli, vjedhja, mashtrimi dhe bigjozi. Të gjitha këto nuk janë thjesht gabime individuale, por sëmundje që po shkatërrojnë familjet, ekonominë, moralin dhe sigurinë e të gjithë shoqërisë. Feja islame nuk ka ardhur vetëm me rite fetare dhe adhurime, por ajo ka ardhur për të ndërtuar njeriu, familjen dhe mbar shoqërinë. Të nderuar vëllezër dhe jo motra, rinia është forca më e madhe e një kombi. Nëse rinia është e devotshme, punëtore dhe e moralshme, shoqëria ngrihet dhe lartësohet. Por nëse rinia bie në dembelizëm, përtaci dhe rrugë të ndaluara, atëherë bashkë me ta bie dhe shoqëria mbar. Profeti sallallahu alaihi wasallam I kërkonte mbrojtje Allahut nga përtacia dhe plogështia. Ai thoshte: O Allah, kërkoj mbrojtje prej Teje nga përtacia dhe paaftësia. Shumë të rinj sot duan pasuri pa lodhje, sukses pa sakrificë dhe fitim pa halal. Kjo lakmi për pasurim të shpejt I shtyn disa drejt drogës, vjedhjes, mashtrimit, kontrabandës, krimit dhe shoqërive të këqija. Islami nderon punën dhe mundin. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: askush nuk ka ngrënë ushqim më të mirë se sa ajo që e ka fituar me dorën e tij. Puna halal është adhurim, edhe profesioni më I thjeshtë. Madje edhe ai që duket më I rëndomt, kur bëhet me ndershmëri dhe pastërti, është më I begatshëm, më I vlefshëm tek Allahu dhe më I mirë për robin se sa pasuria haram, edhe pse në duke e madhe. Duhet të dimë se dembelizmi është shkak për humbjen e dinjitetit, varësinë nga të tjerët, për degradimin moral, afrimin me krimin dhe humbjen e besimit tek vetvetja. Ndërsa puna, si do qoftë, ndërton karakterin e njeriut, sjell bereqet, e mbron atë nga devijimi dhe bën njeriu të dobishëm për veten, familjen dhe shoqërinë e tij. Allahu I madhëruar thot në Kur'an: Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wash shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Thuaj, punoni se Allahu I dërguar I tij dhe besimtarët do ta shohin punën tuaj, së shpejti ju do të ktheheni tek Allahu, ai I cili din të dukshmen dhe të padukshmen, dhe do t'ju njoftoj për atë që ju keni vepruar. Të nderuar besimtarë, një fatkeqësi tjetër nga më të mëdhat e kohës tonë është përhapja dhe konsumimi I drogës dhe alkoolit. Droga dhe alkooli nuk shkatëron vetëm trupin apo mendjen. Ajo shkatëron fen, moralin,
karakterin, familjen, ekonomin dhe të ardhmen e rinis dhe mbar shoqërisë. Sa familje janë shkatëruar, sa nëna qajnë për fëmijët e tyre, sa krime dhe vrasje ndodhin në ndikimin e drogës dhe alkoolit, dhe rasti i Durrësit nuk është i largët, pra është ende i freskët për ne. Allahu i madhëruar thot: Ja ju alladhina amanu innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu. O ju besimtar, me të vërtet pijet alkolike, bigjozi, idhujt dhe shigjetat e fallit janë vepra të ndyra nga shejtani, ndaj largohuni prej tyre me qëllim që të shpatoni. Alkoli dhe droga e humbin arsyen, ndezin dhunën, prishin familjet, sjellin aksidente, nxisin vrasje dhe krim. Shumë njerëz e kanë filluar vetëm për provë, por më pas janë për sklever të varësisë nga droga dhe alkooli. Shejtani nuk e çon njeriu me njëherë në shkatërrim dhe prishje. Ai fillon me hapa të vegjël, një shoqëri e keqe, më pas një cigare hashash, pastaj drogë, një gotë alkool, derisa njeriu të humbë vetdijen, karakterin, moralin dhe veten e tij. Në këtë situatë, detyra jonë është të ruajmë fëmijët tanë, të kujdesemi për shoqërinë e tyre, të hapim dyert e xhamive dhe edukimit, të afrojmë të rinjt me Kur'anin dhe frikën ndaj Zotit në mënyrë që të mos i shohim më pas burgjet tona me rini. Rinia sot nuk ka nevojë vetëm për kritikë. Pra jo vetëm që t'i drejtojmë gishtin e kritikës. Rinia sot ka nevojë për përkraje, ka nevojë për edukim, ka nevojë për më shumë dëgjim dhe shembull të mirë. Elus Allahu Jelle Jalaluhu që të na bëjë ne të dobishëm, të na ruajë ne dhe rinin ton, e tha që këtë që dëgjohet i kërkoj Allahut falje për vete dhe ju kërkoni faljes Allahu faljes. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim. Falënderimi takon Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi vullën e profetëve Muhamedin alayhi salam. Vëllezër dhe ju motë, një tjetër plagë e rëndë e shoqërisë sonë është bigjozi. Bigjozi. Sot bigjozi nuk është vetëm në kazino. Bigjozi sot është në celular, ai ka hyrë në telefon, në internet, në pase sportive, në aplikacione, dhe fatkeqësisht po helmon jo vetëm rinin, jo vetëm djemët, por edhe baballarët e tyre. Një pjesë e mirë e shoqërisë janë të pengi bigjozit. Prandaj zihen edhe oligarkët e mëdhenj, nga që bigjozi ka para. Që njerëz të cilët futen duke menduar se do të fitojnë, pastaj bien viktima dhe e gjejnë vetëm në humnerën e bigjozit. Bigjozi në fakt ndërtohet me lakmin, mashtrimin, varfërinë dhe ëndrrën e rre me përfitim të shpejtë. Por realiteti është se bigjozi shkatëron ekonominë, sjell borxhe, prish familjen, krijon depresion dhe çon deri në vrasje apo degenerim të robit, saqë ka raste që njeriu lë pengë dhe gjërat më të shtrenjta, më të shmuara, më të shejta. Allahu i madhëruar përmendi bigjozin bashkë me alkool, për shkak të dëmit të madh që ai shkakton individit, familjes dhe shoqërisë. Allahu i madhëruar thot: Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-'adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maisir wa yasuddakum 'an dhikrillahi wa 'ani s-salati fa hal antum muntahun. Ai shejtani kërkon që nëpërmjet bigjozit dhe alkoolit të fusë mes jush grindje dhe vllavrasje. Dhe t'ju pengoj juve nga rruga e mirë, nga punët e mira. Atëherë, a nuk po jepni fund thot Allahu? Jepni fund asaj që ju shkatëron, asaj që ju çon në degenerim. Shumë njerëz si pasojë bigjozit kanë humbur shtëpitë, pasurinë, familjen, respektin, madje jetën e tyre duke ndjekur iluzionin e fitimit. Edhe këtë radhë,
Ase do mbjerë, ase do fitoj. Ndërkoj, qaj nuk shkon vetëm se drejt shkatërimit. Pasuria halal vëllezër dhe ju motër, ka bereqet, edhe nëse është e vogël. Ndërsa pasuria haram, sjell shkatërim, edhe nëse duket e madhe, të dashur besimtarë. Duhet kuptojmë se shpëtimi i shoqërisë nuk vjen vetëm me ligje dhe detyrime. Ai fillimisht fillon me edukimin, me fen, nga familja, fillon me moralin dhe kthimin tek Allahu xhelleshanuhu dhe frikën dhe ndrojën ndaj tij. Ne si shoqëri duhet ta nderojmë punën, luftojmë verzveset, të mbrojmë rinin dhe të ndërtojmë një shoqëri që beson në Zot dhe është e vetëpërgjegjshme. Mos ta lëmë rinin vetëm përballë rrugëve të shejtanit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo njeri prej jush është bari, përgjegjës, dhe çdo kush do të pyetet për kopen e tij, pra për atë që është në përgjithësi. Prindrit do të pyeten për fëmijët, mësuesit për nxënësit, hoxhallarët për umetin dhe shoqëria për rinin e saj. Elusallahu jelle jalaluhu. Të na ruaj ne dhe rinin ton nga droga, alkooli, bigjozi dhe çdo rrugë që çon në devijim. Elusallahu ne madhruar të mbush zemrat tona me iman, me devotshmëri dhe të na bëj për atyre të cilët e duan, nderojnë dhe çmojnë punën halal dhe fitimin e pastër. Elusallahu xhelleshanuhu të na bëj për atyre të cilët e ndërtojnë shoqërinë me mirësi dhe jo për atyre të cilët e shkatërrojnë atë. Elusallahu ne madhëruar që të na bëj besimtar të devotshëm dhe të tillë të na bëj derisa të arrijmë në botën tjetër, pra në momentin e varrit dhe të takojmë Allah. Elusallahu xhelleshanuhu të na ruaj nga zjarri i xhenemit dhe çdo punë që na afron drejt tij, të na bëj nga banorët e xhennetit dhe të na bëj të dashur çdo punë që na afron në të. Elusallahu na fal ne dhe të gjithë muslimanët kudo që janë, të gjallët dhe të vdekurit e tyre. Vëllezër dhe ju motra, mos harroni të çoni selame dhe salavate dhe përshëndetje për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për cilin Allahu xhelleshanuhu thot në Kur'an: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu dhe melaiket çojnë salavate dhe nderojnë profetin. O ju që keni besuar, dërgoni dhe ju salavate për profetin. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam thot: kush çon një salavat për mua, Allahu i madhëruar do të çojë 10 salavate për të, dhe salavati i Allahut për robin është falje dhe vlerësim. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.